Bismillahirrahmanirrahim. Gjitha falenderimet janë për të madhin Zot, përshëndetjet Muhammedit alayhi salatu wassalam. Gëzuar festa e Kurban Bayramit gjithë juve. Sigurisht që kjo festë është festë e veçantë, edhe është e veçantë për faktin që gjatë kësaj periudhe ose gjatë lidhje me këtë festë kryhet ose është kryer njëri prej obligime ose njëri prej kushteve të Islamit që është haxhi. Ashtu siç ka qenë Fitr Bayrami, festa e cila është ndërlidhur me agjerimin e muajit shenjt Ramazanit që gjithashtu është prej kushteve të Islamit, gjithashtu edhe Kurban Bayrami është një lloj kurorëzimi i festës ose kurorëzimi i kushtit të haxhit. Andaj, gjithë ata të cilët kanë qenë haxhi, kanë plotësisht të drejtë që të gëzohen edhe kanë arsye pse të gëzohen, për shkak se haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetit, edhe atij të cilit i pranohet haxhi kthehet tek familja e tij, sikurse atë ditë që e ka lindur nëna e tij, do të thotë i falur edhe i pastruar nga mëkatet. Gjithashtu, edhe ne të cilët nuk kemi qenë në haxh, i kemi pasur para vete këtu 10 ditë e para të muajit Dhulhixhe, e kemi pas ditën e Arafatit për cilën pejgamberi alayhis salam ka thënë që llogaris që i fal mëkatet e vitit kalum edhe mëkatet e vitit që vije. Gjithashtu, gjatë këtij ose lidhje me këtë festë, e kemi gjithashtu para vete edhe një obligim tjetër, ashtu siç e kemi pas me rastin e Fitr Bayramit, dhënien e Sadakatul Fitrit, tani tek festa e Kurban Bayramit e kemi therrjen e kurbanit. I Madhi Zot kërkon prej nesh që pas kryerjes së një obligimit me rikonfirmu edhe një herë gatishmërinë që e kemi për Zotin. I Madhi Zot ka bë obligime materiale. Tek rasti i Fitr Bayramit ndërlidhet Sadakatul Fitri, ndërsa tek rasti i festës që e kemi tani Kurban Bayramin, lidhet therrja e kurbanit. Përmes therrjes së kurbanit, I Madhi Zot edhe në Kur'an, kur thot inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar, ne ta kemi dhënë ty Kautharin o Muhammed, andaj për hir të Madhit Zot, fal namaz edhe therr kurban. Gjithashtu edhe në ajete tjera I Madhi Zot thot që Zotit nuk I shkon as mishi edhe as gjaku I kurbanit tuaj, mirë po tek Allahu arrin devotshmëria e cila është në zemrat tona. Andaj I Madhi Zot nuk na e ka bë obligim për me na ngarku, mirë po I Madhi Zot na e ka bë obligim kurbanin për me rikonfirmu gatishmërinë tonë për me sakrifiku për Zotin. Në konceptin islam, pasuria është Zotit, ne jemi shfrytëzues të saj, andaj në momentin kur pronari I saj kërkon prej nesh që ne me sakrifiku, që ne me e dhanë, ne duhet me qenë në gjendje me ju përgjigj të Madhit Zot. Njëjtin veprim cilin Hazreti Ibrahimi ka qenë në gjendje me therr edhe me bë kurban djalin e vet Ismailin, mirë po I Madhi Zot ja ka kompenzuar me therrjen e një dashi, ashtu edhe për neve është e preferuar për ata të cilët kanë mundësi që ta bëjmë therrjen e kurbanit, I cilit njëjtën kohë, pos që e tregon gatishmërinë tonë për me sakrifiku për Zotin, e tregon gjithashtu edhe solidaritetin tonë shoqëror, për shkak se është sunet edhe preferohet që kurbani të ndahet në 3 pjesë, një pjesë të ushqehen anëtarët e familjes, një pjesë të shpërndahet të afërmë për mi mbajt lidhjet farefisnore, edhe pjesa tjetër të shpërndahet nevojtarëve edhe të varfëve. E lusim të Madhin Zot që çdo njeri të ketë çka të shtroj në sofrën e tij të Bayramit, edhe që në mesin tonë edhe në shoqërinë tonë të mos ketë njerëz të uritur
edhe njëherë urime Kurban Bajrami. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.